Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Kosti në mëngjes të shpëton jetën, jasti ta përdorni për të trajtuar këto 9 probleme. Kosti është një ushqim fantastik i cili duhet konsumuar çdo ditë. Ai është aleat i organizmit pasi vepron shumë mirë dhe ka mjaft përfitime për shëndetin ton dhe mjaft funksione shëndetësore. Aftësia e kostit kombinohet mjaft mirë me arrat dhe mjaltin dhe nëse përdoret në mëngjes, ai sjell një rritje të fortë të aktivitetit energjik të organizmit. Bëhet fjalë për recetën e ëmbëlsirës me kos, arra dhe mjalt. Përbërësit e shëndetshëm që do t'ju duhen janë 250 gram kos, 2 lugë gjelle me arra të grira holl ose të plota në qoftë se do të dëshironi dhe 2 lugë çaj me mjalt, lëkura e një limoni të grirë holl në rende dhe 1 lugë kafeje me ekstrakt vanilje nëse dëshironi. Përgatitja e recetës magjike të kostit me mjalt dhe me arra. Ne ju këshillojmë që të përdorni kos të zënë në shtëpi, pasi ai është i pasur me probiotik të cilët luajnë një rol të dorës së parë për shëndetin. Kullojeni kosin duke përdorur një nap të pastër pambuku. Vendoseni napën të kullojë sipër një filxhani ose një pjate dhe futeni në frigorifer gjatë gjithë natës. Gjatë kësaj periudhe kosi do të trashet sa duhet për ëmbëlsirën dhe do të jap një masë kremoze mjaft të këndshme për të konsumuar. Më pas ju duhet që të hiqni kosin e trash nga napa dhe ta hidhni atë në një enë qelçi. Përzieni me vanilje dhe shtoni mjaltin, arrat e thërmuara dhe lëkurat e grira të limonit. Frutat më të mira që përdoren në ëmbëlsirat me kos. Përfshirja e frutave në mëngjeset me kos është një mënyrë shumë e këndshme për ta bërë kosin akoma edhe më të shijshëm dhe të shëndetshëm. Deri në moshën 30 vjeçare, formimi dhe zhvillimi i kockave është në formë optimale. Pas të 30-tave, masa kockore është edhe më e brisht dhe ka nevojë për shumë kalcium. Burimi më i mirë i kalciumit janë sigurisht produktet e bulmetit ku kosti ka rol kryesor. Trupi e përthith më mirë kalciumin nga bulmeti në krahasim me çdo ushqim tjetër. Shegët, pureja e mollët, pjeshkët, fiqt, luleshtrydhet dhe gjithashtu bananet janë fruta që përshtaten shumë me kosin. Pas tyre ju mund të përdorni edhe fruta të thata si boronica, rrushin e thatë, kajsitë e thata, madje edhe fiqt e thatë. Ndërkohë, këto janë arsyet se përse ju duhet që të konsumoni kos çdo ditë. Kosi është një produkt i mrekullueshëm për të konsumuar si nga të rriturit, ashtu edhe nga fëmijët. Ai prodhohet nga fermentimi i qumshtit dhe është i pasur me proteina, kalcium, vitaminën B6, B12 dhe probiotik. Ne këtu do t'ju listojmë disa prej arsyeve më kryesore se përse ju duhet që të hani kos çdo ditë. I bën mirë stomakut. Kulturat e gjalla tek kosi janë efikase sidomos kundër konstipacionit, diarresë dhe inflamacionit të zorrëve, sëmundjeve të zorrës së trashë e të tjerë. Këto probiotik përforcojnë imunitetin dhe mbrojnë stomakun nga infeksionet. Osteoporoza. Brishtësia e kockave vjen gjithashtu si pasojë e ndryshimeve hormonale dhe mungesës së vitaminave. Nga ana tjetër, kosi është i pasur me kalcium dhe konsumimi i rregullt i tij përmirëson strukturën e kockave. Tensioni i gjakut. Studimet kanë konfirmuar se produktet e bulmetit e kanë aftësinë që të rregullojnë tensionin e gjakut. Me sasinë e duhur të produkteve me pak yndyrë, rreziku i tensionit të lartë të gjakut bie me 50%. Pesha. Kosi është ideal edhe për të kufizuar kaloritë. Ai gjithashtu shuan urinë, nepsin për ushqime të ëmbla. Pasi përthithet, kalciumi nga kosi ndikon që
qelizat e yndyrës të ulin gjithashtu prodhimin e kortizolit, ndërkohë që aminoacidet djegin yndyrën e tepërt dhe gjithashtu rekomandimet vlen gjithmonë për kostin me pak yndyrë. Skuqet e lëkurës tek bebet. Ky ushqim është ideal për lëkurën e ndjeshme të bebeve. Atë ju mund ta përdorni për të trajtuar skuqet në lëkurë të shkaktuara nga pelenat. Vitaminat. Kosi përmban fosfor, kalium, jod, zink, vitaminën B5 dhe B12. Kjo e fundit është gjithashtu një vitaminë shumë e rëndësishme për rruazat e kuqe të gjakut dhe për sistemin tuaj nervor. E ftohura. Kur imuniteti është i fortë, ai do të mundet që të mposhtë të gjitha viruset ose bakteret. Konsumoni 150 deri në 200 gram kos në ditë për t'i shpëtuar simptomave të ftohurës, gripit dhe problemeve me fytin. Ky produkt përgjysmon gjithashtu shanset e shfaqjes së këtyre sëmundjeve. Shëndeti i lëkurës. Kosi është një nga kurat më të mira për femrat. Ai e përmirëson lëkurën, shtrëngon poret dhe i jep lëkurës tuaj elasticitet dhe shkëlqim. Kosi gjithashtu është mjaft i dobishëm kundër simptomave të plakjes, ankthi më i keq për shumë femra. Shëndeti i flokëve. Kosi është mjaft i dobishëm edhe kundër flokëve të thatë dhe të hollë. Ai gjithashtu forcon çdo qime të flokut dhe pastron skalpin nga zbokthi. Sigurisht që kosi duhet të jetë nga ai i cili përgatitet në shtëpi me far dhe jo i përpunuar. Ndërkohë, duhet të dini se kosi ndihmon edhe për humbje peshe. Për disa, dëshira për të humbur në peshë mund t'i bëjë ata që të kthehen në çfarëdo lloj zgjedhje, qoftë një ushtrim ndërues për palestrën apo vëzhgimi i dietës së tyre, apo zakonisht një kombinim i këtyre gjërave. Sa i përket të dietës më të shëndetshme, kosi nuk është i rastësishëm në programin dietik të shumë dietologëve. Kos për një zorë të shëndetshme. Shëndeti i zorrëve mund të mos jetë diçka për të cilën ju mendoni shpesh, por është thelbësor për të mbajtur një mënyrë jetese përgjithsisht të shëndetshme. Zorrët tona janë përgjegjëse për tretjen e ushqimit dhe për thithjen e lëndëve ushqyese. Ndaj është thelbësor që të funksionojë siç duhet. Një gjë që mund të ndihmojë në këtë proces është pikërisht kosi. Kocka më të forta. Nëna juaj gjithmonë thoshte që ju duhet të pini qumësht për kockat tuaja. Ndoshta nga shumë gjëra të tjera, kjo ishte e vërtet. Por mund të kemi harruar të përmendim faktin se edhe kosi mund të ndërtojë kocka të forta. Produktet e qumshtit, duke përfshirë këtu edhe kosin, gjithashtu janë burime të shkëlqyera të kalciumit dhe njëkohësisht kosi është i dobishëm për ata të cilët vuajnë nga osteoporoza. Kos për një humor më të mirë. Në mes të stresit të punës dhe çdo gjë tjetër që mund të na shqetësojë, humori është i lehtë që të bjerë her pas here. Ka mënyra klasike për të përmirësuar humorin tuaj. Ushtrimet dhe gjumi më i mirë, por edhe ngrënia e kosit, janë përforcues të mrekullueshëm të humorit. Sistem imunitar më i fortë. Në ditët e sotme është e rëndësishme që të kemi një sistem imunitar më të fortë dhe për këtë arsye mund ta kemi fal konsumimit të kosit. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj
në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!